Profesor, ju e njihni mirë Polonin, sepse jeni përballur edhe në të kaluarën kur keni qenë lojtar, madje kur Polonia udhëhiqej nga një prej lojtarëve më të mirë në atë kohë si Boniek, mos gaboj, edhe atëherë kemi patur dhe ne një super ekip, pra një ekip shumë të mirë, kanë qenë kualifikuese të botrorit, ishte viti 1985, dhe ndeshja përfundoi në shifra 2-2, ku Shqipëria realizoi me Agustin Kolën dhe Maumurin. A e kujtoni shpesh ju atë ndeshje? Normal që e kujtoj, e kam në kujtes, sepse ka qenë ndeshja 2 e imja me ekipin kombëtar, ka qenë viti 84, jo 85, se 85 në u bën ndeshja kthimit këtu. Në 84 ka qenë e para. Unë e kujtoj mirë ndeshjen, por natyrat e ndeshjeve janë komplet ndryshme, qoftë ndeshja të stishme. Duket se kemi një shkëputje me trenerin Mirel Josa, jemi live, jemi drejt për drejt, të ora 17:03 minuta, edhe pa diskutim që ndodhin këto situata, ndërkohë që po presim edhe konferencën e trenerit Silvinjo, i cili është live nga Varshava, edhe për pak minuta do të futet së bashku me kapitenin Gjimshiti për të thënë edhe ato 2 fjalën e tyre në prag të ndeshjes më të rëndësishme të historisë të Shqipërisë. Do të kemi sërish profesor Josën? Po, profesor? Po. Se pati një shkëputje. Flasim sërish për ndeshjet me Polonin. Po, normal, natyra ndeshjeve nuk bëhet krahasimi në ndeshjet të atëshme me ndeshjet të tastishme, thjesht janë të njëjtat emra përsa i përket të vendeve që do të luajnë kundërshtar me njëra tjetrën, qoftë ne, qoftë Polonia. E ka Polonia sot që flasim neve një Boniek të, po themi si që kishit ju dikur që u përballot? Se mos harrojmë keni bërë dhe transvers Polonisë, apo jo? Ka lojtar tjerë, ka ndryshu skuadrat, përveç Boniekut, i cili ishte në atë kohë lojtar Juventusit, Polonia ka pas dhe lojtar tjerë, shumë të mirë, të cilët edhe ato vinin nga suksese, sepse Polonia, si që dim, kishte një skuadër shumë të mirë në atë kohë, edhe më përpara ka pas rendiment shumë të mirë në kampionatin botror të 86-ës, kështu që por stimet nuk mund bëhen ndërmjet 2 skuadrave. Më fort, ka qenë Polonia e dikurshme, apo kjo Poloni që është sot? Nuk mund të them, futbolli ka ndryshu shumë, qoftë Polonia, qoftë ne, qoftë mënyrë organizimit të kampionateve botërore dhe evropiane ka qenë shumë e ndryshme, kështu që normalisht, individualitetet lojtarësh ka pas dhe atëherë. Edhe themi që më tepër ka pas atëherë në atë kohë se sa tani. Profesor, duke qenë... Lojtarët individ kanë qenë shumë të fortë. Duke qenë se jemi dhe në pritjet e trajnerit Silvinjo për konferencën për para ndeshjes me Polonin, dhe doja të ndaleshim fillimisht tek dilemat që ka trajneri në lidhje me sulmin, në veçanti, po themi, roli që pritet ketë Ernest Muçi në sfidën me Polonin, në shihen tënde, a duhet të aktivizohet Muçi, sepse një pjesë është ndarë, ndoshta mund të jetë grumbulluar, por ndoshta nuk e nis nga fillimi, një pjesë tjetër mendojnë që duhet ta nis nga fillimi, në shihen tënde, si duhet jetë? Dëshira, këtu nuk ka dëshirë, këtu ka thjesht çfarë ka vendos Silvinjo për sa i përket qoftë Muçit, qoftë lojtarëve të tjerë, por mendimi im është që Muçi duhet ta fillojë ndeshjen. Po profesor, pse kaq hezitim i madh, po themi, për Ernest Muçin, se është lojtari më në formë që kemi aktualisht te kombëtarja shqiptare? Flas të paktën për sulmin, sepse po shënon rregullisht me Trabzonsporin, asiston. Unë personalisht nuk kam asnjë lloj hezitimi. Mund të ketë një farë hezitimi trajneri, sepse trajneri bazohet ke vazhdimësia dhe kontinuiteti që do të ketë skuadra. Por si duket në sulm janë prishnin çik planet Silvinjos. Po, me mungesat edhe dëmtimet edhe
me dy dëmtimet Formën jo të mirë të lojtarëve që ka sërish. plus dilema më e madhe, reparti më efikas, reparti domethënë që duhet të jetë shumë efikas të ndeshje është sulmi, sepse nuk dihet se si Silvinja do t'i përdori 3 lojtarët e sulmit, se si do luajë me 4-3-3 besoj. Qoftë se ka bërë zgjidhje tjetër mbrapa në mbrojtje nuk e di, por mezi fushës është i palëvizshëm. Unë këtë mendim kam, qoftë me Aslanin, qoftë me Laçin, qoftë me Sheun. Po, profesor, për të mbetur dhe pak fare tek Muçi dhe më pas do ta prekim dhe mes fushën edhe mbrojtjen. A humbet kaq shumë realisht Shqipëria në aspektin taktik, po themi nëse luan me Muçin, duke qenë se ka patur një skem gjithë një pothuajse të njëjtë me shumë pak ndryshime, ndërkohë këtë radhë presim që të luaj Muçi, të paktën tifozët, media e kërkojnë këtë gjë duke parë formën e mirë. A humbet kaq shumë? Si jeni trajner dhe e kuptoni më mirë. Po, edhe unë personalisht pres që të luaj Muçi. Problemi është do të luaj në krahat djath, po do të luaj në krahat majt. Sepse mezi fushës nuk do të ndryshojë, po unë them që nuk është hezitim për Muçi të luajë Muçin kombëtare. Muçi duhet të kishte luajtur më përpara, ose duhet të kishin dhënë minuta shumë më përpara, por me formën e tij atje tregoi e ka detyruar në një farë mënyre trajnerin, edhe mungesat e kanë detyruar që Muçi të luajë informacion, por unë e pres që në përgjithësi të luhet me pik referimin sulm mbrojtjen, edhe Muçi të luajë në krah djath. Të shikojmë pastaj krah majt me çin do ndërtohet. Profe, pse këtë radhë, po themi i bindur që Muçi luan madje dhe titular, ndërkohë që në ndeshjet e kaluara, flasim të paktën për muajin nëntorët, as nuk u grumbullua dhe pse ishte në formë të mirë. Po, ndoshta Silvinjan e kanë detyruar edhe ndryshimet që ka pas skuadra, qoftë mungesa, sepse ndërtimi i skuadrës me brojën krah, them drejtën, mos më ka pëlqyer fare. Por dëmtimi i Manaj ka detyruar Silvinjan që të luajë Muçi direkt në formacion. Profesor, kemi live tani kapitenin Gjimshiti, i cili po flet përpara ndeshjes me Polonin, e ndiqim së bashku dhe rikthehemi për diskutuar pastaj në studio për më gjatë. Për mbrojtjen tonë. Për me kone vështirë është shumë e vështirë, nuk ka dyshim aty, sepse është një nivel në vitet e fundit, të them sa ma aq lartë, besoj që është shumë e vështirë të arrijë sulmuesit. Ajo është një ndër atyre sulmuesve që ka bo karrierë kaq të gjatë në ato nivele, por prapë nuk do jem, besoj vetëm që ta provojmë ta ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadrat të jetë në momentet e mira, si që në mbrojtje, si që edhe në sulm. Hi, Gazim Hilaj, The Telegraph. So, Berat, as a captain of Albania, of course, is a small nation, and you've won the Europa League with Atalanta. You've done an amazing career in terms of the club. Between winning the Europa League title and the cup that you've done and reaching to the World Cup finals, which one would you choose? Like, what does that mean for you? Like, as a captain of the Albania national football team, to reach out to the World Cup. Of course, you have the Poland game, which is the first one, and then you're going to go to the second if you qualify. But reaching to the World Cup as an Albanian, as a captain of the Albania national football team, what does that mean for you? Berat, ti ke një karrierë të mrekullueshme me klubin, ka arritur të ngresh trofeun e Europa Ligës me Atalantën. Nëse do duhet të zgjidhje mes trofeut të Europa Ligës me Atalantën dhe mundësisë për të shkuar në Kupën e Botës me Shqipërinë, cilën do të zgjidhje dhe mbi gjitha çfarë do të thotë për ty të drejtosh kombëtaren shqiptare si kapiten drejt një, sigurisht që është ndeshja përpara me Polonin, por potencialisht duke shkuar drejt Kupës së Botës. Besoj që në këtë moment nuk jam në atë pikë që të vendosi si që cilën ta preferoj, por besoj që si kapiten
Me bo një histori kaq të madhe me Shqipërinë, besoj që do jetë e mrekullueshme dhe pa fjalë, por besoj që duhet të shikojmë hap pas hapi dhe besoj që ndjeshja më e rëndësishme është nesër, të mendojmë vetëm për nesër, pastaj të shikojmë çfarë do ndodhi.